nderuar kryetare, nderuar deputet, kabinet qeveritar, dashur qytetar, edhe sot mashtruesi para nesh me rimashtrim ideal. Dhe për të tregoj që na mashtoi forci para pakut të rash kryeministrit. Zoti Haradinaj. Ju lutem, mashtrimi nuk është fyrje. Sot ndodhen një mashtrim këtë fjalë. Ndodhen një mashtrim në këtë foltore e po duam me demasku këtë mashtrim në mënyrë më të keqe të mundshme. E para, kolega që foli para meje këtu, është që sa vjet në pushtet. Mban përgjegjësi për çmimet, mban përgjegjësi për vjedhjen që po na ndodhen në energji, për fakturat që po na vijnë. Ky dhe qeveria atij edhe ju mbani përgjegjësi, dhe s'muni me i kësaj përgjegjësie në asnjë variant. As muni më shef pas ligjit tavan, as kujgjo se oligark tu, kryeministër, janë të ishitë të i blej energji. Edhe për ushtohen kompanit për dit e ma shumë njerëzve ta fërmëtu. Duhet këtë një koreksi këtu në këtë rast. E dyta thot, po finansohen mediat me thas. Nikon e shka bëhet kjo. Nikon e mirë shka bëhet. Po finansohen mediat me thas. Kjo shpenzon ma shumë t'i pare, duke u shy zagar me fysh shqiptarët. Ju lutem regjia janë me fysh shqiptarët, me fysh shqiptarët. Kur deputeti ose antari i qeverisë përdor gjuhë parlamentare me sjelljen e tij pengon zhvillimin e seancës plenare ose cenon rregullin e seancës, kryesuesi i seancës plenare jep vërejtje duke deklaruar se është duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Zoti Haradinaj, ju lutem ulu në vendin tuaj. Ju kërkoj që të uleni në vendin tuaj, po përdorni gjuhë jo parlamentare. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, zoti Haradinaj. Vazhdojmë me rendin e ditës, koha për pyetje parlamentare.